gjatë kohës Vlanit na kujton kur thonit Isa Mustafës akademik e herë profesor. E respektoni. Me një herë, po sa u largua nga ju, tash po e quni edhe person të Ramon Morinës, njëri dyshim, të hajnë e gjithë shka. A është i njëjti isë si në kohën e Vlanit, si në kohën e Vanit? Gjithë ne kemi dy anë, anën e korrekte dhe anën e keqe. Vare që la të vjen shprejhe më shumë. Kur të vjen shprejhe ajo ana e keqe, s'keqe me thonë tjetër. Nga Isa Mustafa keni pas edhe një akuzë. E ka përmen rastin përmes po flasi Facebookut, rastin e Radoniqit. Është kjo një lëshim, mendoni ju dhe a keni dhonë ju ndonjëherë pas luftën ndonjë intervistë për ndonjë televizion ku keni folë për Radoniqit? Isha Mustafa ka thonë që s'është e ti kë prononcim, edhe une nështë dhe mujë me beshu, se dikush jam anë në Facebookun. Është ngjajshme me këto që i bën Gazvend Muhaxheri, ka kushinat ngjajshme të tilla plot në Kosovë, i ka bë dikur Shiku, i ka bë oponent tjerë politik. Tana, po i ka bë për nevojat të interesave të caktuara politike. Por çka është më rëndësi për isat për këtë çto kushinat e tyre, se këto burimin dikun tjetër e kanë, nuk e kanë në Kosovë. Jashtë. E kanë, domethënë e kanë edhe zyrtarisht, se unë kam qenë pal i paditun prej serbëve për çdo tema. Por ata kanë qëndruar prapa akuzësh. E këtë akuzë ka përfaqësuar Tribunali Ndërkombëtar. Po ekspertë të inteligjencës serbisë, njerëz të sistemit gjyqësor tyne, policor, ushtarak, me çto që i tha Isa, e që po i thot Muhaxheri, që ta kanë ardhur kanë dëshmuar në Hag. Kanë ardhur edhe nëni argati tyne shqiptar, që hala është në listë pagave të ta. Zyrtarisht e dëshmuar, po nuk jeton më në Kosovë, kanë qitë jashtë. Tonë janari janë munu me flisë mbi emrin tam. Si qëta, gjykata, e përbame për gjykatëve më eminent që i ka bota, ka thonë, në dytën verdikt, Ramush Haradinaj nuk ka kryje. Asë një nga këto që i ngarkohen, asa që i folen, jo vetëm që si ka kry, po për kundrazi, veprimet e ti, shquhen që mos me do gjonat që tila.